Horoskopi ditor e njëte 13 gusht 2026. Dashi, mos qëndroni për asnjë moment vetëm sot, sepse jo vetëm që do të mërziteni dhe do të bini në pesimizëm, por mund të lindin dhe mosmarrëveshje me partnerin. Beqarët do të përjetojnë ndjenja të thella për dikë që e kanë njohur ishtazi. Shprehuni sa më shumë që të mos përballeni me surpriza të pakëndshme në planin financiar, duhet të tregoheni sa më të matur. Demi, do të keni dëshirë të dilni dhe të argëtoheni sot. Partneri do t'ua plotësoj qefin, por tregohuni të vëmendshëm sepse ai mund t'i hedhë syt edhe diku tjetër. Mund të lindin dhe skena xhelozie. Beqarët nuk do të dëshirojnë të krijojnë një lidhje. Shfrytëzoni sa më shumë lirinë tuaj. Në planin financiar do të kryeni transaksione të rëndësishme dhe do t'i rregulloni problemet që keni patur kohët e fundit. Binjakët. Influenca e planetëve do të ndihet shumë në sektorin e ndjenjave sot. Dëshirat do të jenë më të zjarta dhe do të dashuroni pa dorashka. Ata që kanë pasur ndonjë problem të vogël do e zgjidhin me sukses. Beqarët do të kenë aventura dhe flirte, por ju ende nuk do të gjeni dashurinë e madhe. Financat do të jenë të ekuilibruara dhe askush nuk mund t'i trondit ato. Më në fund do të jeni të qetë. Gaforia. Jeta juaj në çift mund të jetë e tensionuar dhe as pak e animuar sot. Mundohuni ta ndreqni atë sa më parë sepse në të kundërt situata mund të përkeqësohet më tepër. Tregohuni pak më tolerant dhe më të kuptueshëm. Beqarëve mund t'ju ndryshojë jeta tërësisht fal një takimi impresionues. Financa do të mbrohen nga yjet. Do të jetë një ditë pa probleme në këtë fushë. Luani. Ata që janë në çift do të jenë më të përkëdhelur nga yjet sot. Dita do të jetë shumë animuar dhe e këndshme për ta. Bëni vetëm kujdes, mos u tregoni idealist dhe mos kritikoni më shumë se sa duhet. Beqarët do të kenë mundësi më shumë për të dalë në përtakime. Tregohuni sa më të hapur që të mundeni. Në planin sentimental duhet të tregoheni sa më vigjilent. Mos shpenzoni pa u menduar mirë. Virgjëresha. Nën influencën e yjeve, çiftet do të bëjnë çmos që të përforcojnë lidhjen e tyre. Pranojini gabimet që keni bërë dhe tregohuni më tolerant. Do të jetë më e mira që ju mund të bëni. Për beqarët do të jetë ditë e favorizuar nga dashuria. Ka mundësi që të ndryshoni status edhe ju. Financat nuk do të jenë shumë të favorizuara. Tregohuni vigjilent dhe të kujdesshëm me shpenzimet e tepruara. Peshorja. Edhe pse do të përballeni me një sër sfidash në jetën sentimentale, ju do t'ja dilni mban. Dashuria për ata që keni në krah kalon çdo parashikim, edhe tuajin. Më në fund, edhe beqarët do e provojnë çdo të thotë të jesh në një lidhje serioze. Ka mundësi që takimet e sotme të përfundojnë edhe në martesë. Financat do të jenë delikate. Kujdes sidomos me impulse telefonike sepse mund të harxhoni shumë. Akrepi. Falujeve, lidhja juaj do të jetë mjaft euforike, do të keni një rizgjim të sensualitetit dhe të pasionit. Shfrytëzojeni sa më shumë çdo moment dhe do të ndiheni si në ëndër. Beqarët duhet i shprehin sa më shumë ndjenjat, të mos e harrojnë këtë. Nëse ju pëlqen dikush, mos e lini t'ju ikë nga duart. Në planin financiar nuk duhet të bëni çmenduri. Situata nuk është as pak e favorshme për ju sot. Shigjetari. Në jetën në çift do të përballeni me disa vështirësi. Nuk do të keni të njëjtat mendime me partnerin tuaj dhe kjo mund t'ju sjellë të lashe. Bëni kujdes. Nëse jeni ende vetëm, ruajeni optimizmin. Do të keni takime me shumicë të cilat do t'u ambushin shpirtin me gëzim. Fal influencës pozitive të planetëve, gjërat do të shkojnë më së miri për ju. Do i mendoni të gjitha përpara se të merrni ndonjë vendim të rëndësishëm. Britsjapi. Jeta në çift do të ketë prioritet për ju sot. Do i lini pas krahave të gjitha problemet dhe konfliktet që keni patur dhe do të mendoni vetëm për të ardhmen. Kjo është gjëja më e mirë dhe duhur për ju. Takimet për beqarët do të jenë të shumta. Disa do të mund të fillojnë dhe ndonjë lidhje afatgjatë. Fati do të jetë në anën tuaj në planin financiar. Mos prisni të fitoni ndonjë llotari, por gëzohuni me stabilizimin e situatës. Ujori. Nëse kërkoni harmoni në jetën tuaj në çift, nuk e gjeni dot as sot. Yjet do të sjellin tension dhe debate të zjarrta. Kujdes, nëse i lini probleme të grumbullohen, situata mund t'ju dalë
edhe jashtë kontrollit. Beqarët nga ana tjetër do të kenë ndryshime në jetën e tyre. Priten takime interesante. Financat nuk do të destabilizohen as pak, do të tregoheni më të organizuar dhe më të matur me to. Bravo! Peshqit. Jeta sentimentale e çifteve do të jetë e mbrojtur nga yjet. Do të tregoheni më bashkëpunues dhe solidar me atë që keni në krah. Disa do të jenë dhe më të ndjeshëm. Beqarët do të kenë mundësi me shumicë për takime, por kujdes, sepse disa planet do t'ju bëjnë të mos tregoheni të kthjellët. Situata financiare pritet të përmirësohet. Tregohuni sa më të matur me menaxhimin e buxhetit.